Përshëndetje miq, uroj të jeni mirë dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Për ju që më dëgjoni për herë të parë, unë jam Andalina nga sofra ime. Sot po ndaj me ju një nga mënyrat më të veçanta për përgatitjen e gogozhareve me speca të kuq. Këto janë gogozhare me speca të prera, unë i përgatis çdo vit dhe janë shumë praktike në konsumim. Fillojmë pa humbur kohë nga përgatitja. Kam përdorur 3 kg speca të kuqe. Specat duhet të jenë të freskëta, të forta. Unë i kam marrë tek kopshti i Vjerrës, ishin vërtet aq shumë të mira sa që po m'vite keq ku po i prisja. Ishin të forta, të freskëta me atë aromën fantastike të specave të kopshtit. Dhe pasi kemi larë mirë, do t'i largojmë pjesën e farave, edhe mund të mbes ndonjë, por përpiquni që t'i largoni pothuajse të gjitha. Dhe do t'i presim me kujdes në copa kështu të gjithë masën e specave. Dhe pasi të kemi gati, do t'i lëmë ato me një anë dhe do përgatisim shëllirën që është shumë e rëndësishme. Në një tenxhere kam shtuar 2 litra ujë, 1 litër uthull të kuq, rushi ose molle, varet se si do ta përdorni ju. Pasi kam shtuar masën e lëngshme, do shtojmë 6 lugë gjelle krip të trash, do ishte shumë herë më e mirë, 4 lugë gjelle sheqer, 1 lugë gjelle me piper kokër mix dhe 1 lugë gjelle me piper kokër i zi. Gjithashtu edhe disa gjethe dafine. Do shtojmë dhe 200 ml vaj ulliri, mos e harroni pasi nuk më është regjistruar në video, por është shumë e rëndësishme. Dhe masën do ta vëmë të ziej, pasi merr val, speca do t'i fusim aty jo më shumë se 1 minutë në mënyrë që të mos zbuten, duke i lëvizur kështu në zjarr të ngadalt. Pas 1 minuti do t'i largojmë nga tenxherja, do përgatisim vazo duke shtuar gjethen e dafinës që i kishim në tenxhere, hudhër dhe do vendosim masën e specave. Dua t'ju kujtoj se nëse jeni i ri në kanalin tim, unë ju ftoj të hidhni një sy recetave të mia dhe nëse ato ju pëlqejnë, mos harroni të bëni subscribe dhe të shtypni butonin e zilës. Shëllirën do ta nxehim mirë dhe do ta mbushim me shëllirë të nxehtë të gjitha vazot. Do t'i mbyllim mirë kapakët dhe do t'i kthejmë përmbys. Kjo është shumë e rëndësishme pasi vazot do të vullosen shumë mirë. Unë bëra rreth 5 vazo me këto masat që kam përgatitur dhe kam shënuar. Dhe për 1 javë specat i keni gati. Po ju si i përgatisni, nuk dua të harroj pa thënë se është kënaqësi për mua të mësoj se nga cili vend i Shqipërisë apo i botës më ndiqni. Nëse keni dëshirë, mund të ma shkruani në koment. Nëse ju pëlqeu kjo video, për të më mbështetur, mos harroni të bëni like dhe të lini përshtypjen tuaj në koment. Faleminderit.